Ne erdhëm konkretisht në spitalin, kliniken që e drejton profesor doktor Halil Krasniqi dhe konkretisht për të qenë korrekt me shprehjen fort dhe mush me mendjen, ne po i drejtohem doktorit tamam në vendin e punës. Doktor, mirë se gjetëm. Ju falenderoj shumë për vizitën e juaj, është kënaqësi e madhe që ju kam mysafir në klinikën time. A mund të tregoni se si nis puna juaj që nga mëngjesi bashkë me stafin tuaj? Ne kemi pothuajse çdo ditë mbi 40 pacient e prej tyre rreth 15% janë shqiptar. Në shumën e këtyre pacientëve kemi pothuajse çdo ditë 10 deri në 15 operacione të cilat i kryjmë në anestezionin lokal dhe 2 herë në javë kryjmë operacione në anestezion të përgjithshëm ku anestezistët vinë nga Universiteti i Tübingenit dhe kryen gjitha operacionet të cilat ne i planifikojmë me kohë 2, 3 apo 4 muaj më parë, për arsye se numri dhe i pacientëve të cilët duhet të operohen është shumë i madh dhe kapaciteti jon ka vetëm 2 salla operative dhe një dhomë të zgjimit. Në cilat drejtime me përjashtim të fushës kirurgjisë ju kryeni shërbime ndaj pacientëve tuaj? Kryesisht janë pacientë me smundje kirurgjike, vaskulare, estetike apo endovaskulare, kështu që tumoret e përgjithshëm në organizëm, në organe sipërfaqësore, në pjesën nënlëkurore, i kryem në anestezion lokal apo të përgjithshëm, pastaj një numër të madh të operacioneve vaskulare si arterjet, ngushtimin e arterjeve apo të venave ku janë varicet, trombozat, por edhe një pjesë të operacioneve plastike, sepse femrat gjermane dëshirojnë që të rigenerohen dhe i kryjmë operacionet në fytyrë, në gjoks, në abdomen, apo edhe mbushjen e strukturave të estetike të fytyrës. Në pjesën kryesore të operacioneve janë trajtimet vaskulare. Sa kohë keni që ju jeni që drejtoni këtë klinik dhe si është eksperjenca ju? Ju keni punuar edhe në spitale të ndryshme si drejtues kryesor. Çfarë ndryshimi ka në mes klinikave të mëparshme? Them të vërtetën, tani se 3 vite kam klinikën time kirurgjike ku i kryj pothuajse gjitha operacionet që unë kam ekspertizën dhe me ndërgjegje të lartë. 17 vite më parë kam qenë drejtor dhe shef i klinikave të kirurgjisë vaskulare në veri të Gjermanisë dhe së fundit në Pforzheim, kurse tani operacionet cilat nuk mund t'i i kryj në spitalin e qytetit në Kall me një përqindje personale timen, por kohën kryesore e kaloj në klinik sepse nuk më mjafton koha për t'i kryj operacionet në spital dhe për të qëndruar atje gjatë vizitës. Kurse kam studiuar në Düsseldorf dhe karrierën time pothuajse e kam plotësuar në aspektet e shkencës së kirurgjisë dhe ndërkohë kontribuoj në vendlinjen time çdo 2 javë në Universitetin e Biznesit dhe Teknologjisë, studentët e Fakultetit të Mjekësisë dhe operoj kryesisht se 12 vite në spitalet e Republikës së Kosovës, operacionet cilat nuk mund të zgjidhen në Kosovë, i zgjidhi me kënaqësi shumë të madhe dhe jam pothuajse çdo 2 javë apo 3 javë nga 2 apo 3 ditë. Aktiviteti juaj shëndetësor a vazhdon edhe në Shqipëri apo dikun tjetër nga trojet shqiptare? Me para 3 vitesh kam operu edhe në Zvicër, operacionet e lidhshmërisë e arterjeve dhe venave, cilat janë të komplikuara në Universitetin e Zürichit, por tani nuk më mjafton koha sepse është klinika ime dhe është Kosova kryesore. Në Shqipëri kanë qenë herën e fundit para 3 muajsh, nga se qarkullimi në Shqipëri dhe Kosovë është i mundimshëm dhe është koha nuk më mjafton mjaftueshëm, por Gjermaninë dhe Kosovën do ta mbaj deri në frymën e fundit, thonë disa. A është një nga objektivat tuaj që
edhe në Shqipëri, për shembull në kryeqytetin Tirana, të hapni një klinik të tillë, me qenë se ju jeni universal, ju ku do gjendeni? Me kënaqësi të madhe do ta bëja këtë hap, por ekzistojnë disa kushte, disa struktura të cilat unë i plotësoj me kënaqësi të madhe, por konkurenca e mjekëve në Kosovë dhe Shqipëri është tepër e madhe, kështu që unë i kryj obligimet operative dhe operacionet cilat me të vërtet nuk zgjidhen në Kosovë dhe nuk ka një konkurrencë të madhe me kolegët mi në Kosovë dhe Shqipëri. Dhe tani nuk e përjashtoj mundësinë pas 3 apo 4 vitësh që të bëjnë një hap të tillë në Shqipëri apo në Kosovë me një klinikë moderne ku trajtohen gjitha smundjet cilat nuk mund të trajtohen në spitale tjera. Doktor, ju squni edhe në fushën e humanizmit. A mund në tregoni gjatë kohës viteve tuaja cila ka qenë ndihma më e madhe në fushën e humanizmit? Që nga vitet e 80-ta, pas kohës ku jam angazhuar në studime, kam kontribuar në mënyra të ndryshme, edhe në krijimin e shtetit ton. Pastaj kam dhuruar një autoambulancë spitalit Rajnual Tepijës, ku mund barten 2 pacient urgent nga traumat jashtë spitalit deri në brendësitë e spitalit dhe në automjet është mundet të ofrohet ndihma e parë, ndërkohë trajtoj gjithë bashkëdhetarët tanë që vinë si mysafir në Gjermani dhe nuk kanë sigurim shëndetësor, e bëj vizitën falas me kënaqësi të madhe dhe gjitha informacionet të cilet i nevojitën pacientëve këtë e kam publikuar edhe më herët në emisionet televizive dhe çdo ku kërkohet ndihma ime edhe në Gjermani edhe në Kosovë jam i gatshëm të ofroj atë që unë e posedoj dhe është në kushtet e personalitetit tim. Doktor, ju jeni edhe një kontribues i periudhës luftës dhe gjatë luftës Kosovës ka qenë një spital po të thuash i përgjithshëm për atë kohë, spitalin e Marsilit Gjakovës, konkretisht në Bajramsor, dhe pak a shumë duhet keni informacion. A do jemi bashkë udhëtar së bashku që me njohjen e madhe që kije tek spitalet gjermane, mjekët gjermanë që të ndihmojmë pak me pajisje, sepse ishte spital kryesor i asaj kohe dhe tani nuk është në gjendje të mirë me pajisje të ndryshme që nevojitet atij komuniteti. Nëse mua personalisht me drejtohet ndonjëri që ka një nevojë për një aparatur apo për një pajisje spitalore, unë do bëj çdo gjë që është e mundur për ta realizuar këtë kërkesë dhe për t'i ofruar këto pajisje. Por deri me tani me ishin vetëm disa raste në Prishtinë, por edhe në territorin e Kosovës, në gjitha qytetet, nëse kërkohet ndihma ime materiale apo profesionale, i me kënaqësi shumë të madhe do ta ofroja. Nga hyrja e pacientit në klinik dhe regjistrimit në recepcion, ata drejtohen në dhomën për ekzaminime zonografike apo klinike. Njëra nga këto është këtu kryen ekzaminimet zonografike, ku pacienti ka mundësi që të shiqoj në monitore gjithë atë që unë e ekzaminoj, trajtimin dhe spektrin e smundjeve trajtuese në klinikën tonë. Këtu më duket është një pacient dhe pasi gjatë ekzaminimeve dhe evaluacionit röntgenologjik dërgohet indikacioni për operacion, pacientët pasaj përgatitin këtu në operacion, futen në sallën e operacionit, ne mund të shkojmë së bashku, e personelit, pacientët futen në anën tjetër, ne mund të shkojmë nga këtu, sallat operative,
me moderne, ku mund t'i kry gjitha intervenimet për pos zemrës së hapur, në anestezion lokal dhe në anestezion të përgjithshëm, pasi pacientët trajtohen në klinik, pasaj vendosen në dhomën e zgjimit, ku menjëherë zohen dhe qëndrojnë pothuajse 30 minuta në dhomën e zgjimit duke u kontrolluar gjithë parametrat vital dhe nga këtu dërgohen në dhomën e veshjes dhe shkojnë në shtëpi. Deri tani kam pasur pacientë të lumtur, të cilët janë falenderues dhe nga arsyeja që ne me ekspertizën shumë të madhe i kryjmë gjitha këtë obligim shëndetësor popullatës e cila drejtohet në klinikën tonë. Mund të lëshojmë një sallës operacionit që unë as kom hyrë ndonjëherë në sallë operacioni, as do hy ndonjëherë. Kënaqësi e madhe, shumë kënaqësi e madhe. Kjo është njëra nga sallat e operacionit ku kryen operacionet në anestezion të përgjithshëm, aparatura e anestezionit për mjekët e anestezisë dhe pothuajse edhe gjatë punës time në spitale, operacionet kryesisht kanë zgjatur deri në 50 apo 60 minuta, pa marrë parasysh shkalla e vështirësisë së operacionit vaskulare apo ajo abdominale. Kështu që në prezencën e infermierëve dhe asistentëve të mi, deri tani çdo pacient i cili është trajtuar ka marrur atë trajtimin adekuat, kirurgjik apo intervencional. Ju më thot pak më parë se teknika, sidomos e sallave të operacionit, është teknologjia e fundit. A mund të më shpjegoni pak? Sallat janë ndërtuar në mënyrën efikase dhe moderne, ku vetëm klima e spastrimit të ajrit për një sallë ka kushtuar rreth 60.000 euro dhe aparatura janë pothuajse gjitha të prodhimit efikas të fundit të vogla, nuk zën vend mjaftueshëm dhe në sallën operacion duhet të kemi vend mjaftueshëm për televizor, kurse aparaturat, për shembull, trajtimin e venave bëjmë sot vetëm me një ngjits i cili ka 20 ml, ngjits biologjik dhe aparatura është krejt e vogël përdor për një pacient. Gjitha instrumentet janë në sterilizator, ku janë një, por me funksionet të shumta dhe kështu që sot mjekësia, modernizimi dhe shkenca, teknologjia ka avancime të larta, ku nuk është nevojshme që të përdorim ultrazonin rreth 60 kilo apo 70 kilo, por është ultrazoni që përdoret me telefon apo me iPad dhe një masi të telefonit. Ju këtë klinikë keni në afërsi të Pforzheimit. Si quhet konkretisht emri këtu ku ju shërbeni? Emri i qytetit është shumë i famshëm për shkak të shkrimtarit të famshëm botëror Hermann Hesse dhe qyteti quhet Kalv, ka përafërsisht 120.000 banor me rrethinën e tij dhe posedon një spital rajonal i cili është privat dhe pas 2-3 vitesh do të ndërtohet një spital i ri. Ju Pforzheimi nga këtu keni 30 km, pra jeni shumë afër. Janë përafërsisht nuk ka shumë rrugë për të bërë për ta. Janë përafërsisht 30 km, Stuttgarti është 40 km dhe un kam pacient që vijnë nga 650 km largësi, nga veriu i Gjermanisë, nga Franca, dje ishin 2 pacientë nga Franca, nga Austria apo edhe nga Zvicra, e kryesisht pacient me prejardhje të vendlindjes son, nga Kosova apo Shqipëria. Unë përdor shpesh një rrugë 2 punë, po këtu që kanë në klinikën e juaj, të vish këtu që kanë një rrugë e 5 punë. Pra këtu kryejnë shumë funksione, shumë në fushën e shëndetësisë dhe pacienti gjithmonë vjen me kënaqësi, besoj, në klinikën e juaj. Komplet keni plotësisht të drejtë. Unë isha drejtori i klinikës vaskulare në veri Gjermanisë, nga këtu janë 650 km, kurse sot pacientët atje i kam trajtuar vinë nga
60-50 kilometra lartësi për të trajtuar apo për të informuar dhe ekzaminuar në klinikën time. E kryesisht janë Gjerman, që vinë brenda Gjermanisë, por rreth 15 dhe 20% janë bashkëadhëtar tonë. Atëherë po mbyllim duke shkuar tek vlerësimet që keni marrë ndër vite dhe pak a shumë ne shpjegoni edhe ato. Patjetër. Këtu janë vlerësimet për punën tuaj ndër vite. Dhe po ja fillojmë konkretisht tek gazetat. Këto janë shkrime ndër vite që kanë vlerësuar dhe kanë pasuruar punën e juaj, apo jo? Plotësisht e drejt, janë një pjesë e gazetave gjermane cilat shkruajnë rreth ekspertizës time edhe rreth qëndrimit tim në spitalet të ndryshme, por edhe ligjërata cilat i kam ofruar popullatës gjermane, cilët në qytete ndryshme kanë nevojë për informacion, sepse është shumë e rëndësishme të informosh për shëndetin dhe mënyrën e trajtimit. Pastaj janë gjitha kvalifikimet dhe diplomat, duke filluar nga diplomat e specializimit të kirurgjisë së përgjithshme, kirurgjisë vaskulare, nga licenca e trajtimit, nga certifikata dhe diplomat e trajtimit endovaskular, sepse nuk është lehtë të vendosësh një stent duke munguar kvalifikimi. Unë i posedoj gjitha kvalifikimet për trajtimet intervencionale dhe atyre të implantimit të stentave në tërë organizmin. Pastaj është specializimi i kirurgjisë së urgjencës, jashtë dhe brenda spitalit, është specializimi i intervenimit radiologjik, sepse kam një specializim të radiologjisë së përgjithshme. Pastaj janë specializimit dhe trajtimit i kirurgjisë vaskulare dhe asaj estetike me penjë dhe me mbushjen e botoxit apo edhe të hyaluronit, certifikata e trajtimit psikologjik atyre të smundjeve seksuale dhe të motivacionit psikologjik, certifikata e transplantimit të organeve, ku kam kry një pjesë të madhe të transplantimit të veshkëve dhe të melqisë. Pastaj është diploma e zbulimit vaskular të shifkes 2 anësore, e cila ka vlerësuar vendin e tretë në Gjermani mbi 200 zbulime shkencore. Është kjo. Pastaj kemi certifikimin nga Focus si kirurg me një ekspertizë të madhe, është prap certifikata e intervenimit apo implantimit të stentave dhe stent protezave, certifikata për trajtimin e smundjeve të zorës dhe të hemoroideve, pastaj është certifikata e transfuzionit të gjakut dhe kështu me radhë një mori të kvalifikimeve. Ajo është certifikata ime e sportive e karates, ku posedoj shiritin e zi dhe este dan. Nuk është aty për t'i krijuar frikë pacientëve, por për kënaqësinë time, dhe kështu që janë një mori specializimet cilat i posedoj në kurrizën dhe ekspertizën time kirurgjike. Ne po mbyllim duke ju falendëruar për suksesin dhe punën që keni bërë deri tani dhe tyne vlerësimeve shumë shpejt të tu bashkangjitet dhe mirënjohja nga Parlamenti Paqësor i Kombit Shqiptar me qendër në diasporë. Ju uroj fat dhe suksese. Shumë faleminderit.